Përshëndetje nga sofra shqiptare. Përsëri jemi së bashku dhe për këtë iftar motra dashura, ku kam përgatitur pite në formë trekançi të mbushura me spinaq dhe gjizë, qepë të njoma, ideale për iftare, për syfyre. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje. Në fillim përgatisim brumin. Këtu kam 400 gram me miell, shtoj një lugë të mesme të mbushur plot me krep dhe do ja hedhi pak vaj. Dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i vakët, masat e ujit nuk dihen asnjëherë fikse. Shtojmë kështu një pjesë dhe përzijmë me lugë, derisa ta formojmë një çull të trash që mund të sillet kështu në lugë. Tash do e punojmë brumin, do e mbledhim me dorë. Shtojmë ujë, e punojmë brumin dhe në këtë mënyrë e kontrollojmë trashësinë e brumit. Asnjëherë nuk e hedhim një pjesë të madhe të ujit, por nga pak. Tash vetëm se e punojmë, besoj se është mjaftueshëm me ujë derisa brumi plotësisht të largohet nga dora. Kemi punuar brumin, kemi fituar një brum me trashësi mesatare. Enën ku ndodhet brumi e mbulojmë dhe e lajmë kështu në ambient ngrollome që brumi të pushojë për 30 minuta. Derisa brumi të pushojë, ne përgatisim harxhin apo mbushjen. Këtu kam 500 gram me spanak, të cilin e kam larë dhe e kam coptuar dhe ja shtoj pak qepë të njoma. Mund t'i shtoni dhe fletat e qepëve të njoma, varet se çka ju qëllon në shtëpi, mirë po pa qepë jo, sepse qepët ja japin një shije shumë të mirë kësaj mbushje. Shtoj krep, një lugë e gjysmë të mesme, ose krep do i shtoni sipas dëshirës, dhe 500 gram me gjizë. Tash filloj që masën kështu ta përzijmë mirë me dorë. Përzijmë dikon rreth 5-6 minuta me dorë dhe në këtë mënyrë do i bie volumi spinaqit. Kemi përzier mirë masën dhe harxhi është gati. Mund ta vëreni mirë se i ka ra volumi spinaqit. Pra e kam përzi dikon 5-6 minuta dhe harxhi është gati. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largojmë nga ena, kemi fituar një brum elastik. Hedhim miell në tavolinën e punës dhe e kalojmë brumin. E punojmë pak. Shto brumi. Bëhet i lëmuar. Dhe ndojmë në 4 kuleç. Katër pjesë barabarta. Dhe secilës pjesë të brumit i japim formën e rrumbullakët duke e rrokollisur në miell, hedhim miell sa herë që të ka nevojë. Shtu edhe me pjesë tjera veprojmë. Ju kemi dhënë formën të 4 kuleçve. Tash marrim kuloçin e parë dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. E hapim në një mallësi rreth 2-13 cm, edhe pakës, dhe besoj se është mjaftueshëm. Dhe i vendosim në një tepsi të lyer me vaj. Kam hedhur vaj, do e përhapi vajin. Dhe në mënyrë të njëjtë veproj me të 4 kuleçet, duke i hapur në të njëjtën mallësi. Pasi i kam vendosur në tepsi petat e hapura, atëherë tek secila hedhi kështu nga një lugë gjelle me gjallë të shkrirë. Mund t'i përgatisni edhe me margarinë. Dhe e përhapim kështu gjalpin me anë brushe sa me dorë tek secila dhe e palosim secilin petë të hapur. Në mënyrën e njëjtë do veprojmë me të gjitha.
Bëjmë palosjen. Dhe tepsien e kam mbulu me një foli najloni dhe përsëri petat e palosura do i lënë të qëndrojnë për 25 minuta tjera. Pasi brumi ka pushu mjaftueshëm, atëherë ja largojmë folinë e najlonit dhe marrim njërën petë, e hedhim, kështu në tavolinën e punës kam vendosur një çarshaf të pastër dhe filloj kështu që ta bëj tërheqjen, bëj shpalosjen dhe me anë të duarve bëj tërheqjen e petës në atë madhësi se sa shkon, më shumë përqendrohu tek qoshet. Sa më e hollë që bëhet peta, aq më të mira do dalin byrek trekëndsha. Kështu përhapim tuqe në madhësinë e dëshiruar. Kemi hapur petën në madhësinë e dëshiruar, atëherë sipër do i hedhim kështu gjalp të shkrirë dikon 2 lugë dhe marrim një thikë dhe e prejmë petën në 2 pjesë të barabarta. Dhe secilën pjesë përsëri në 2 pjesë tjera të barabarta. Kështu në mënyrë të zgjatur do bëjmë prerjen. Se duhet kemi kujdes që mos ta coptojmë gjatë prerjes. Pasi e kam prerë në forma të zgjatura, atëherë ja largoj skanjet. Kështu, këto më të trasha që kanë ngelur. Dhe i kaloj nga mbushja. Kështu e vendosim në njërin skanj. Të njëri qash, lan hapësinë dikon 5 cm dhe filloj që të bëj palosjen, pra palosjen do e bëni në formë trekëndshi. Siç po veproj unë, veproni dhe ju. Kështu duke rrokollisur herë nga njëra anë, herë nga ana tjetër. Të qoshet e kësaj ëne që kanë ngelur pak më të trasha, gjatë kohës së palosjes do i tërheqni në këtë mënyrë. Vërtet janë shumë të shijshme për iftar, për syfir, varet se çka i doni dhe ja largoj pjesën pak më të trashë dhe ja si ka dalë pitja. Vërtet ka dalë shumë mirë. Në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tuqe, kalojmë kështu nga mbushja, hedhim dikon 1 lugë e gjysmë me mbushje dhe bëjmë palosjen kështu në formë të një trekëndshi. Pra mënyra e njëjtë vazhdon tuqe, tërheqim këtë skanjen. Dhe ja largojmë qoshin e trashë. Ja, pra kemi fitu ditë pyetje trekëndëshe. Vazhdojmë tuqe e pjesën tjetër. Kemi fituar 4 trekëndsha, i vendosim në tepsinë kam vendosur letër për qetje, më lehtë që kur bëj pastrimin, dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tuqe me hapjen e 3 petave tjera. Duke i përhap kështu në sipërfaqe atë sa të shkojnë. Mundohemi që mos ta coptojmë brumin. Mënyra e njëjtë vazhdon tuqe me prerje në 4 pjesë barabarta me mbushjen. Kemi mbushur një tepsinë me tërpite trekëndësh. Tash e marrim dhe i lim sipër me gjalpin e ngelur. Kështu mundohem mirë nga çdo anë t'i li pitët
Në mënyrë të njëjtë do bëj lirjen nga pjesa e sipërme e gjithë pjesëve të pitëve. Për të dalin shumë të shishme, mund t'i mbushni me gjizë vetëm se me mish bluar, me çfarë doni mund t'i mbushni. Dhe pitët në formë të trekançit janë gati për pjekje. Gjatë kohës së lirjes e kam nxjerrë furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki rreth 20 minutave. Tepsinjen e kam largu nga furra. Pitët në formë trekançit kanë një aromë jashtëzakonisht të mira. Tash marrim pak ujë dhe i stërpikim nga pjesa e sipërme që të zbuten, edhe pak, i lojmë që të ftohet dhe më pas do jenë gati për iftar. Jemi vetëm disa qaste para vaktit të iftarit, pitët janë ftohur, mund t'i konsumoj me turshi, me ajran, varet se me çka i pëlqeni. Ka ndalë një në mes dhe ta shihni se si ka ndalë, vërtet ka ndalë të buta, si pambuku. Kjo është mënyra mu t'ra dashura se si përgatis unë pite në formë trekançi. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë, ju bëfshin mirë. Zoti ju pranoft luqet dhe ditën e agjerimit. Mirëmbëjtje, gjeni në recetën e radhës nga Sofra Shqiptare.